Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit dhe mëshirbërësit. Falënderimet dhe madhrimet i takojnë vetëm Allahut, sunduesit suprem, sunduesit të ditës së gjykimit, mëshiruesit dhe mëshirbërësit. Salavatet dhe selamet qofshin mbi shpirtin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Një prej dobive mjaft madhore që ne përfitojmë nga agjerimi i muajit të Ramazanit është se muaji i shenjtë i Ramazanit ja ngrit dinjitetin njeriut. E bën që të ketë peshë në mesin e shoqërisë. E bën që njeriu mos përulet para të tjerëve, të ketë dinjitet, gëzoja autoritet në mesin e shoqërisë. Kur njeriu e përulën egon e tij, epshin e tij dhe i nënshtrohet urdhrit të Allahut, kjo bën që tek njeriu të ngadhnjejë shpirtërorja. Kjo bën që njeriu mos nënçmohet më, mos ketë diçka materiale që do ta nënçmonte, që do ta përbuste ato, që do ta rrëzonte dinjitetin e tij. Kjo do të bënte që njeriu të ketë peshë në mesin e shoqërisë. Ramazani është një mundësi e artë për ta kuptuar këtë. Ne e cekëm tek devotshmëria, ku thamë se agjerimi i muajit të Ramazanit duhet lënë ndikim te njeriu që më gjërat materiale mos jenë më të vlefshme se gjërat shpirtërore. Pra, nëpërmjet Ramazanit duhet ngadhnije shpirtërorja mbi materiale. Andaj pasi që njeriu e merr mesazhin e duhur brenda agjerimit të Ramazanit, që të ngadhnije shpirtërorja mbi atë fizikën materiale, njeriu më nuk mund të nënçmohet. Nuk ka pra diçka materiale që mund ta përbus, që mund ta nënçmoj ato, që të shitet njeriu. Nuk ka diçka që mund të blehet morali i tij e kështu me radhë. Kur njeriu i nënshtrohet Allahut, i përulet atij, e thjen egon e tij përballë nënshtrimin te Allahut, kjo e bën që njeriu të jetë zotëri. Kjo e bën që njeriu të ketë peshë, të ketë dinjitet. Ndërsa kur i nënshtrohet dikujt tjetër për të përfituar diçka materialisht, kjo e bën që ai të përbuzet, që ai të nënçmohet, mos ketë vlerë, mos ketë autoritet në mesin e shoqërisë. Andaj pse Abu Bekr radiallahu anhu njiheshte si njeriu më me autoritet në mesin e shoqërisë, si njeriu më me peshë në mesin e shoqërisë, për faktin se ai asnjëherë nuk ishte adhuru idhuj, asnjëherë nuk ishte nënshtruar diçka e tjetër pos Allahut, dhe nuk ishte diçka materiale që mund ta blente moralin e Abu Bekrit. Pra tek ai ngadhnjente shpirtërorja. Nuk ishte diçka që çiteshte Abu Bekri, diçka materiale që mund ta bonte që Abu Bekri çitet. Për faktin se kishte ngadhnjë shpirtërorja mbi fizike tek Abu Bekri radiallahu anhu, dhe kjo bëri që ai të ketë peshë mes në shoqërisë. Andaj një prej dobive mjaft madhore që ne përfitojmë nga agjerimi i muajit të Ramazanit është thyerja e egos, ngadhnimi i shpirtërores. Dhe me këtë njeriu më nuk i nënshtrohet askujt për të arritur diçka nga të mirat e kësaj bote. Pra nuk ka diçka që mund bëje që njeriu të shitet, sepse ka kuptuar praktikisht vlerën e aspektit shpirtëror dhe mos nënshtrimit ndaj egos së tij. Një prej dobive tjera mjaft madhore që përfitojmë nga agjerimi i Ramazanit është se agjerimi e ruan njeriu nga amoraliteti, nga prishja e nderit, e ruan nderin e njeriut. Kur jemi te kjo pikë, vlen theksohet edhe ajo se amoraliteti po ashtu është një prej rrugëve që e çon njeriu drejt degradimit, drejt nënçmimit, drejt ofendimit. Andaj agjerimi e ruan moralin e njeriut. E bën që njeriu mos ketë ndikim nga epshi i tij dhe të prishi moralin e tij dhe të nënçmohet dinjiteti i tij. Është interesant se shejtani lëvizën nëpër trupin e njeriut nëpërmjet enëve të gjakut. Dhe i bën citje njeriut për ta çuar drejt asaj që Allahu tha fahishe, për ta çuar drejt prishjes së moralit, drejt amoralitetit. Ndërsa kur ne agjerojmë, mbyllen
damarët e gjakut. Dhe kjo e mbyllën edhe rrugën e shejtanit për të pas ndikim në zemrat tona dhe të na çojë drejt amoralitetit. A nuk është që tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, o ju të ri, kush ka mundësi që të martohet, le të martohet, nga se kjo e ruan nderin, e ruan shikimin. E kush nuk ka mundësi të martohet, le të agjeroje. Sepse agjerimi është një prej mundësive më të arta që njeriu mos jetë në ndikim të epshit, mos jetë në ndikim të shejtanit dhe ta prishje moralin e tij. Andaj nëse njeriu nuk ka mundësi të martohet, rruga më e mirë që e mbron ato prej amoralitetit është agjerimi, siç e theksuam në hadithin e Muhamedit alayhis salam, dhe për faktin se ndikimi i shejtanit në zemrat e njerëzve është më i ulët, nga se mbyllen damarët e gjakut dhe kjo i pamundson shejtanit që të kenë ndikim në zemrat tona dhe na ruan nga prishja e nderit, na ruan moralin ton, na ruan dinjitetin ton. Një prej dobive mjaft madhore që ne përfitojmë nga agjerimi i muajit të Ramazanit është se agjerimi e shëron me një mallësinë. E kam potencu disa herë se sinimi esencial brenda këtij muajit është arritja e devotshmërisë. Devotshmëria nuk ka mundësi të arrihet nëse ne në shpirtat tona, në zemrat tona kemi smundje të rënda shpirtërore. Nga se këto e pamundsojnë ngritjen tonë shpirtërore, këto e pamundsojnë arritjen e devotshmërisë. E një prej smundjeve mjaft të rrezikshme, e cila është rrugë e mosbesimit, është menjëmasia. Kush e çoj shejtanin e mallkuar që të dalë prej mëshirës së Allahut, që ta humbte besimin e tij ke i madhi Zot. Cili ishte shkaku? Shkaku ishte pikërisht menjëmasia, që njerëzit shumë pak rëndësi i kushtojnë kësaj pjese. Pra një prej smundjeve mjaft rrezikshme që është rrugë e mosbesimit është menjëmasia, ndërsa Ramazani e shëron këtë smundje. Kur njerëzit agjerojnë, kur muslimanët agjerojnë, të gjithë janë të barabartë. Pra edhe barku i atij i cili nuk ka pasuri, i cili është i varfër, edhe barku i të pasurit që të di janë të urritur kur agjerojnë, që të di e ndjejnë lodhjen e agjerimit. Pra që të di janë të barabartë, edhe ai i cili është i pasur, edhe ai që është i varfër, që të di që ndrojnë pa ngrënë dhe pa birë për një periudhë të caktuar kohore. Andaj kjo është praktikisht neve na mëson modestinë, barabarsinë në mesin e muslimanëve. Ramazani është një shkollë shpirtërore për të cilës mund të nxjerrim shumë dobi. E dobia më e veçantë është shërimi i menjëmasisë. Pra në Ramazan të gjithë muslimanët janë të barabartë, të gjithë qëndrojnë të urritur për një periudhë kohore, për një periudhë të caktuar kohore. Pra kjo neve praktikisht na mëson modestinë, na mëson mos nënçmimin e të tjerëve, mos përbuzjen e të tjerëve. Menjëmasia është një smundje që e largon njeriu prej Zotit dhe po ashtu e bën edhe të urrirë në shoqëri. Ja humbon dinjitetin njeriut, ja humbon vlerën që do të gëzojë në mesin e shoqërisë. Andaj lutim Zotin e madhëruar që të na ruajë nga kjo smundje shumë e rrezikshme, që si pasojë e kësaj smundje ne rrezikojmë edhe besimin ton te Allahu i Madhreshëm. Andaj lutim Zotin e madhëruar që të gjitha adhurimet të na pranoj dhe të na bëjë për njerëzve të devotshëm, që është synimi esencial i arritjes në këtë muaj. Dhe lutim Zotin që të gjitha ibadetet na pranoj dhe të na bashkojnë në xhenetet e tij. Faleminderit për momentin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.